Valbona Luka, Bashkia Vaudejs. U përmend reforma territoriale e 2014, që ndoshta jo për gjithkund ka qenë, jo për të gjitha vendet, ka qenë as e suksesshme, as e pasuksesshme, se përvaret te bashkitë. Unë rritem nga Bashkia Vaudejs, ndoshta do jetë në rastet më suksesshme të asaj reforme, sepse nëse diskutohet sot një diçka tjetër për atë bashki, do ishte krejt gabim. Ne nuk jemi vetëm një ndarje administrative, ndarje territoriale. Vaudejs nuk është vetëm njësi administrative. Vaudejs është një ndër bashkitë me potencialin më të madh të zhvillimit ekonomik, ndoshta edhe në rang vendi se Mançarkun e Shkodrës po se po. Nuk mundesh me të diskutuar ndarje të bashkisë Vaudejs kur kemi dy hidrocentrale, që është hidrocentrali Vaudejs e Komanit, kur janë 5 hidrocentrale, 2 liçej, është landfilli rajonal dhe janë shumë gjëra tjera që janë bërë vitet e fundit. Zotëria foli pare për zonën e Shllakut, do flas edhe për shumë zona tjera, për gjëra që janë bashkë në 2014 që nuk janë diskutuar më përpara. Tu fillu që te uji pishëm që është karë në të gjitha zonat 24 orë, kemi shërbimin shëndetësor 24 orë, është rruga Komanit, rruga e Vigmnelës që janë ba, janë edhe shumë gjëra tjera në bujqësi, kanalizimet sot nuk diskutohet në Bashkinë e Vaudejs sot që mungojnë kanalizimet, dhe shumë përparësi që janë dhënë kësaj bashkie, ajo bashki nuk kërkon sot ndarje. Ajo bashki kërkon vetëm investim më të madh, kërkon mbështetjen e qeverisë, kërkon çdo gjë që mundet me shuat bashki më përpara. Ne nuk jemi në asnjë moment për një ndarje të re, nuk jemi në asnjë moment për t'ju bashkuar asnjë bashki tjera, sepse thash edhe një herë, është një vend që ka identitet, ka kulturë, ka gjithçka që mundet me na përfaqësu pa u ndarë bashki tjera.